Në nderim të 5 maj, ditës së dëshmorëve të Atë-Dheut, në memorialin e luftës së Kuplikut 1920 u zhvillua ceremonia zyrtare organizuar nga Bashkia Malësie e Madhe, në kujtim të atyre që dhanë jetën për Shqipërinë. Të pranishmit vendosën kurora me lule pranë memorialit. Kryetari i Bashkisë Malësie e Madhe Tonin Marinaj në fjalën e tij vlerësoi sakrificën e dëshmorëve të kombit dhe rëndësinë e nderimit të tyre. Kjo si çdo vit është një datë e përprekse për ne, ku kujtojmë njerëzit tonë që kanë dhënë jetën për mbrojtjen e Atë-Dheut, që kanë dhënë jetën për mbrojtjen e njerëzve, që kanë dhënë jetën në shumë fusha të ndryshme, po gjithmonë në shërbim të kombit, dhe nëse kushdo që mund të jetë dëshmor i Atë-Dheut, është titulli më i lartë që mund të marrë nga një këmbë. Në vijim edhe nënprefekti i Malësisë së Madhe Hysen Hyzaj shprehu mirënjohjen për ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Përulemi me respekt para heroizmit atyre që dhanë gjakun për liri dhe Atë-Dheut. Gjaku i tyre ishte gur themeli për këtë liri që gëzojmë ne sot. Prandaj kjo është më pakta që mund të bëjmë na, të kujtojmë këta heroj që dhanë jetën për Atë-Dheut. Në fjalën e tyre përshëndetës e kryetari i shoqatës së veteranëve Hisuf Hebaj, si dhe përfaqësuesi i organizatës së familjeve të dëshmorëve Hajrullah Çelaj, vlerësuan kontributin e dëshmorëve. Nuk ka ditë dhe ngjarje më të rëndësishme se sa të kujtosh dëshmorët e tu, dëshmorët e Atë-Dheut, ata që dhanë jetën për ditët që gëzojmë sot. Lavdi dëshmorëve të Atë-Dheut, lavdi Shqipërisë. Kjo ditë përkujtimore lidhet me datën kur heroikisht që Malstafa, njëri nga bitë e shqurtë të këtij vendi, populli i Malësisë Madhe, ka ditur të udhëhecë të luftoj gjatë luftave shekullore për liri e pavarësi. Kombëtare sille për mbrojtjen e integritetit të vendit, të lirisë e pavarësisë, të fituar me gjak e sakrifica. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, veteran, familjar të dëshmorëve dhe qytetar të zonës.